E shikuam se çfarë do të ketë sot në kuadër të emisionit Një kafe me Labin, por tani këto momente është ajo e para storje e cila vjen nga Meritoni. Shohim se çfarë ka vizituar pikërisht nga, më mirë të themi kështu, nga Shadërvani i Prizrenit, çfarë na sjell, çfarë atmosfere ka gjatë ditës sotit në Prizren. Kështu që Meriton, lidhja tani këto momente është për ty. Tash jena në sheshin e Prizrenit, kështu që se çka ka qyteti Prizrenit, ju mbetit me kanë me mu. Hajde ikim të shohim se çka ka Prizreni. Këtu pas ka ora. Përshëndetje, puna e marrë ju qoftë. Aje një lodhë që është më kaloni. Mirë për ju shkon. Që për zot mirë kam na mira. Okej, që sa vite jenë këtë pjesë të lokacionit? Kur gjë vesh 28 vjet. 28 vjetë? Vesh 28. Edhe që po mundesh me adal? Po që ashtu kam na shumë mirë. Mirë. Që për zot mirë. A i pëlqejnë njerëzit në Prizren orat? A i preferojnë shumë? I preferojnë shumë janë të kënaqur aty. Po i varet tash, më shumë të janë të shkojnë në modele klasike që shto. Modele cila për shembull shkojnë më shumë në Prizren? Keni do modele Doralexa, Diesel, që ashtu shkojnë për këta tre, këto modele janë, po zëm tash ka lypen më shumë ti për trenin, Lacoste, ose femrat i preferojnë më shumë ti më Chanel ose do çka bën Swarovski që ashtu të mera. Okej. A kishë ndru lokacionin e këtij vendit me një vend tjetër qytet të Kosovës? Po se kësha ndru, se është Prizren e qendra turistike, edhe është që Prizren një qyteti më i mirë, po mos me thënë rrethinat e veç në Evropë. Prizren është qyteti i për mysafirë edhe për krejt persona që ka vinë këtu në Prizren, janë mirë se ordën. Mirë pritës. Çka ju identifikon juve Prizrenit? Me çka njihni? Prizreni me kalan, me objektet vjetra, xhamia, kisha, një qytet i vjetër, qytet shumë i bukur. A kishe preferu me ndryshu diçka në Prizren? Në Prizrenin e vjetër jo, veç renovim, se nuk kisha leju ndërtime këtu sikur ndërtime të reja këtu në qytetin, në pjesën e vjetër. Do të më rujt sikur Gjirokastra, sikur me rujt objektet e vjetra, janë trashëgimi e janë. A kishe ndru qytetin e Prizrenit me jetu me një vend tjetër të Kosovës? Unë nuk jam pejon, po kom marrë sot pe këtu. Nuk kisha jetu këtu, se pe jam doket mjaft klima ma e mirë. Klima, jo si qytet, është Prizreni do shta ma karakteristik. Pse e dalën këtë pjesë këto? Mi prit mishtëria. Prit mishtëria. Edhe ka mishtërit shumë? Po, ka shumë vizitor ka. Që sa e bën këtë punën? Që 3 vjet. 3 vjet jam këtu. A i kështë ndru Prizrenin me një vend tjetër të Kosovës me bë punën që e bën ti? Valla, për këtë punë nuk i kështë ndru kërkan, së është vend turistik. Studimet? Studimet nuk i vazhdoj, i kam baru, po vetëm punoj. Okej, e qytetin si qytet Prizrenit? A i kështë ndru me një qytet tjetër të Kosovës me jetu, jo me punu, po me jetu? Me jetu po, i kështë ndru vesh, me jetu kështë shku në Prishtinë. A me punu vetëm Prizren kështë shku. Këto a vjen shumë shpesh me piju i Prizrenit? Jo, vallaj, veç që më dalë me kryt o punë dhe jëmë të opriti dasë edhe rasisht të nëra. Prizreni është më i kulturun qytetar të adin, se ka edhe traditën vjetër adin. A i kështë ndru Prizreni me një vend tjetër të Kosovës me jetu? Jo, valla, kur nuk isha ja Prizreni. Me një vend tjetër? Ja. Mirë është vend, është turistik. A jo në shushnje shushnush me këto Prizreni? Po mirë është shumë. Kanë ndryshuar kaloja, kanë ndryshuar pamja, objekte të reja. Këtu në qytet më shumë ka sa në gjithra. Okej. Edhe këta nuk i lonë mi renovuar. Jetën studentore kisha ndru, ama më përgjithsi Prizreni prapë se prapë veni jam, kudo që kisha shku isha këtu prapë në Prizren. A vjen shpesh në Prizren? Po, se ka motra. Ti si vizitore kur të vjen të motra, çka të pëlqen më shumë ti qyteti i Prizrenit? Më pëlqen këto monumentet historike që i ka, që si qytet i vjetër, që është më i vjetër në Ballkan, dash me thonë, që tërsa s'me disha. A i kështë ndru vushtrin me arë me jetu në Prizren? Po. Pse ke arë në Prizren me vizitu prej Kroacis? Po, nanën e kam në Prizrenit. Okej, vjen shumë shpesh të nana në Prizren? 15 vjetë s'ko marrë. Wow, që 15 vjetë. Qa po të pëlqen mas 15 vite? Nga softë që të është sa dola. Vesh që të është sa dole.
Kun e ki që ka me të bë me tregu vendet, kush keni me ja tregu vendet? Kemi vajzën e Dajës, do me thonë të Prizrenit, edhe tash mendoj me vizitu Kalan, mendoj me vizitu qëto monumentet historike cilat janë të Prizrenit shumë të rëndësishme. A po mbana e sen me prej asoj kohë edhe tash? Jo më la në këtë rekë, jo më la e vogël të gjyshja. A keni me ardhë me nxit drynat në Prizren, apo në vend tjetër, për shembull si në Austri, ose në vend tjetër? Jo, përderisa dashurona e qesh këtu drynin, Prizren vendin tem të lindjes. Prizren e dhona. Edhe tje kishe gjithë? Prizren, po. Prizren e dhona. Drynin a e kishe të lidhën këtë pjesën këtu, në brapa? Shuar e kum lidh, a përdo me ta tregu? Ja. Jo, nëse kum lidh, alo. Apo na tregon pak a shumë vetë për këto, për qytetin, për gjithë. Tash, që kush po vjen misafirat për qëtër vend, po dojnë Ura Gurit, Karleja, Sinan Pasha. Pse këta që e kanë ngell, ma shumë, kemi edhe kishat, vetëm ma shumë që po vjen, shumë kemi misafir çdo vendet, ema prej Turqis ma shumë kemi, dhe që kemi Shadrvanin, kemi bërë, që kjo është ujë, kush pinë këtë ujë Shadrvanit, vjen apet Prizren. Kush pinë edhe një tu të xhamia, ai po martohet. Prizreni është një qytet i vjetër antik, më me thonë që është shumë i vizitun, sidomos ka pranvera shumë i vizitun nga Shqipëria, nga vizitorë ndryshëm. Po jeta këtu është ma dinamike është ditën, derisa vjen vera. Kur vjen vera, normal vjen bashkëdhëtarët, Prizreni gjallënohet, bëhet shumë ma shumë i dendur, edhe atëherë është që jeta natës është shumë ma mirë. Po besoj që keni kalu për mrekullin në qytetin e bukur të Prizrenit me mua në qytet. Kështu që deri një javën tjetër prej me e Meritonit, ju uroj një javë shumë të bukur e shihemi në qytetin tjetër të Kosovës, se ku jemi mos ndani nga Radio Televizioni 21.